Mëna 7 ditëve ja kom që gjithat lekt, 5.805 deri konkret. Të dhëna jo për biznes, as si një borxh, por për një arsye që ngjan vërtet absurde. Unë Zenel Garci quna, unë jam pibes, po panoj kone Gjermani, para një 3 muaj kështu, një lypje vajzës në Tiranë, pastaj baba e vajzës në Karajt. Ku njoftet me këtë person? Mua më ka njoft një mik që është i njoftë nga i me ta. Edhe jo është nga Kosova, mu më thiri, tha ka një gosta për djalin tim. Na kem bisedu mes kamerës, vajzën e ka shku djalin, edhe vajza djalin tim, ju më pëlqy, pas ka tha, hade mi këtha, për Gjermanisë në Shqipëri, e unë të nesër që ju më nisë për Shqipëri, edhe ju më shku. Një histori që në fillim duket si një krushje zakonshme, me vizita në shtëpi dhe ndjekje të rriteve që kryen në raste të tilla. Më Allah, hajde në kohë me herë, inshallah, Allah i bashkëjesh. Ja, i kesh për harë. Inshallah një ka të zbërë pitime. Inshallah, o Zoti Madh. Modela, për hajër, si fëti gjikën, edhe unë djalin. Edhe vetëm lumturi e dashuri paqen jetën e vetëm Zoti Madh. Për hajër, inshallah, hajër e gjithë të mirat e Allahu i rujt të dy, e faleminderit shumë, e ma bë Allahu 100 herë. Allahu 100 herë, ju e qoftë me herë. Shumë faleminderit. Një vajzë nga Tirana, një djalë në Gjermani, një kurorëzim i shpejt thjesht me njohje virtualisht të dy të rinjve. Por këtu kemi një problem jo të vogël. Vajza e cila po fejohet në këtë ceremoni familjare ende nuk ka bërë 15 vjeç. Fakt që askush nga familja e dhëndrit nuk e dinte. Ai më tregoi që ka pas vajza 18 vite. Pse një martesë kaq e shpejtë e djalit tënd? Që edhe unë ju martua ashtu me 16 vite. Pra doje të ndiqe traditën e familjes në një farë mënyre. Po. Këtu duhet të sqarojmë se kemi të bëjmë me dy familje të komunitetit rom, të cilët në bazë të traditave të një kohe tjetër kombinojnë martesa për fëmijët e tyre minoren. Sa ditë keni qëndruar juve? 4 komplete, pastaj ka thonë duhet një jap lek për më përgatit për dasëm. Edhe ja kumlon 1 euro aty. Por për te kësaj shume të lënë në tavolinë në respekt të traditës, shenjë këtij kurorëzimi ishte dhe lënja e dhuratave për nusen, veshje tradicionale apo varse dhe unaza floriri, me një vlerë të konsiderueshme. E ka i nusës. Hajde me trashëgime. Hajde me trashëgime. Hajde, inshallah. Shumë më të vitë, inshallah, urnofshë. Në momentin që ti të ke shku aty të shtëpia e Krushkut, mos ishte vajza nën presion? Jo, vajza ishte në punën. Nusa je knaqur. Inshallah Zotit me manë të unë, ja. Inshallah një ka tonë baba jam. Inshallah Allah ta bjen me ta, me ka të heqën flori me ta, me ecën dhe me pas gjithë të gjamën. Pas kësaj ceremonie, ku të gjithë shihen të lumtur për këtë bashkim të dy familjeve, Zeneli bashkë me nënën dhe gruan kthehen në Gjermani. Por nuk kalon java dhe Ka thrasë në telefon, edhe më thamë duhen të letë për me pagu ta restorantin, për me bo festimin. Oke, tash me kërpoj 2.000 euro t'ja qaj, i murë të hollat, edhe ta edhe Bajram Kurban di festa e Bajram Kurban. Sa duhet tash kushton një kinja? Ta me duhen ta 450 euro. Oke, tash me ja kum qu edhe 450 euro. Kurban Bajrami kaloi dhe qingjit të festës ja zon vendin kërkesat të tjera, më të rëndësishme. Pas 2 ditë dhe 3 ditë, pra unë duhet në shkuta të aeroportin, për me orë me familje të nene. Po thash mirë, thash unë për dosët, pra mos ke marrë atë. Të tjera para. Emen do e shti prap Fadil Berisha, ja kum qu edhe 2.000 euro tjera. Që do të përdorëshim për udhëtimin e mikut të riarbrit dhe vajzës së tij minorene për në Gjermani. Natyrisht një moment gëzimi për Zenelin, e sidomos për djalin e tij që mezi priste t'i vinte nusja. Ai tha që unë nisa. Madje i dërgon edhe një video nga aeroporti i Tiranës. Okej, thash unë do të dalë te aeroporti në Hamburg, edhe ashtu kur makinën, edhe më shku në aeroporti, kom prit aty dhe në 6 ora. Njerëzit udhëtimit që në orë për Tiranës, i pyksha unë, tash, mos e ki po këtë person, tash e ka, tash një vajzë dhe një djalë, që më thosh me më falë, tash, se kom po e pyta njën, i dytin shka, pastaj prit,
kuptu që nuk unë. E po mirë, gjëra që ndodhin. Janë me mira raste në të gjithë globin që për një arsye apo një tjetër pasagjerët humbin avionin. Ti një person në telefon, digjo tha, ato e kanë këthy mrapa tha dogana, ta nuk e kanë lënë me më fut në Gjermani mrena, tha, me morti, tha, mikun ton. Edhe këtu gjëra që ndodhin. Miku do të kthej në Tiranë dhe do ta telefononte vetë për t'i treguar peripecitë të udhëtimit. Ke pas më komunikim me të? Ja, aty u konë e fundit. Miqtë nga Tirana u zhdukën pa lënë asnjë gjurmë, bashkë me Euro dhe Floririn. Një fakt që e detyroi Zenelin të drejtojë tek ne. Natën e parë që ke qëndruar aty, ke vënë re diçka të dyshim? Jo, se këta kisë në planin atë matematikën këj për manipulima, edhe dyshimcimet për i, me dëshutin të absolutisht. Nga jo që kemi arritur të kuptojmë, arkitekti i kësaj skeme është Arbri, babai 40 vjeçari nuses së premtuar, i cili sipas informacioneve që kemi punon në roje në një nga shkollat e kryeqytetit. Zenel, për 10 minuta jam aty në destinacion. Unë që pëndresh këtu telefonin edhe puna gati. Okej, është fiks orari shkollës. Tu është hyrja, kemi ndalo pak këtu, kjo është. Jo, mos e lëre, se s'ka çfarë bën, se s'ka çfarë bën. Një sekund. Iqe dorën. Një sekund. Ti Arbri, apo? Po. Unë të kërkoj ty. Mu? Po, ty. Ke një vajzë me Po. Okej, sa vjeç është sot? 15. Zenel Gashi, të thot gjë? Zenel? Gashi. Jo. S'të thot asgjë. Nuk ka që në shtëpinë tënde Zeneli. Në shpiterne, Zenel? Gashi. Me foto mund të ma bish, ta shoh, edhe? Vajzën tënde nuk ja ke premtuar ndonjëherë që do ja japësh nuse për të bjerin Zeneli? Zeneli të në vajzën time? Qa zba vaki? Qa mund në bojnë vaki? Zeneli Gjermanis? U deshëm pak detaj që kujtesa Arbrit të rikthehet dhe nga një Zenel që nuk e njite u kthye në Zenelin e Gjermanis. Do ta tha du vlaja tani. Tani se dole, në temë. Më kanë arë, më kanë kërku vajzën, me shkes ka Serbia, edhe s'ja kam dha. S'ja ke dhënë. S'ja kam dha. Të gjitha këto që ti po thua, janë të gjitha gënjeshtra. Ti vajzën ja ke premtuar, ja ke dhënë. Ti, kjo është plerë. Të them të drejtën, pler është 5.800 euro dhe një grusht me Flori. Vetëm një pler ti e pa të njohur. Tu ti je duke bërë për hajër, vajzën tënde në atë kohë vetëm 14 vjeçe. 14 vjeçe ka qenë vajza jote në atë kohë, sepse është e datëlindjes 2010-a. Urdhro? Po. Jeti kë? Është bashkëshortja jote kjo? Po. Si mund të martosh një vajzë? Vajzën teme, e di unë 14 vjeçe. Po, ti mund ta dish. Po duhet të kesh parasysh që ke dhe një ligj për të respektuar. E para dhe e dyta. Të gjitha lekët që i ke marrë Zenelit për dasëm, për kurban bayram, për pasaporta, për faktin që do ikje në Gjermani. Se s'vajte kur në Gjermani të Zeneli? Kur nuk ishoj unë aty në Gjermani? Se po ti ke dërguar video Zenelit që je në aeroport dhe po nisesh. Po pyeti Zenelin çka ka thënë Zeneli? Çfarë ka thënë Zeneli? Jo, unë Zenelin patjetër që e kam marrë. Jam në orar të punës. Edhe unë për punë jam këtu, nuk jam për qef. Tani të kuptojmë pak se kush është personi që tërhoqi eurot në Western Union për llogaritë të 40 vjeçarit. Fadil Berisha kush është? Kush? Fadil Berisha. Se di. Se një fas Fadilin. Mik, selam aleikum. Të mora se isha rrugës, të mora në telefon, po nashta je në zonën. Jam me gjithë gjojën e nusës që tu. A, lodhi shkrejt ja bo telef. Hajde Allah i rujt, kur ti ke shkohen, merëm telefon. Shita janë fakte se i ke. Pa. Vajzën temë unë s'ja kam dhënë, vetëm për 2 arsye këtina. Pa. Se djalin e ka pas të martu. Gjatë gjithë kohës, Arbri ofendon dhe etiketon Zenelin si gënjeshtar. Prandaj, leti ballafaqojmë për të kuptuar se deri ku mund të arrijë niveli i gënjeshtrës. Atëherë, Zenel, përshëndetje. Ja, ku jam? Zotria këtu Ja. është duke më mohuar çdo lloj gjëje dhe po më thot që asgjë nga ato nuk është e vërtet. Zenel dej që tu i ki pru punë. Patjetër, edhe më lart do t'i çoj. Misha po thëm. Ha, Ki lujt me mua, më ki manipulu. unë e ty. Po qore, kjo kur gjo nuk ka që ka me të gjojt për me. Mu, a shef që apërcion, është? Ti ke marrë lekët, e ke mashtruar. E ke mashtruar, e ke fut në shtëpi. E ke fut në shtëpi. Ka mundësi ta mellu në punën Ti ku nuk respekton kushtet e familjes tënde, nuk pretendoj, jo nuk e heq mikrofonin. Pse ta heq mikrofonin? E ke merituar të vish deri këtu.
Çe po mëna, i kam ai. Pse duhet të më qive, s'kemi punë me ato fare, unë jam këtu për ty. Skemi kap ti. Jam këtu për ty, s'kam punë me ato fare. Çka kërkon ka unë ti? Qa kërkoj? Në çfarë kushtesh jene, si mundet një prind të punëtoj për nuse një fëmijë, që është fëmija e jot, vetëm 14 vjeç në ato kohë. Dhe këtij zotëria ja ke prezantuar për 17 vjeçë për 18. Zenel? Ashtu është, më ka pru pi Gjermanisë në Shqipëri. Kush ka pru, thuj. Thuj, kush ka pru, thuj. Po s'ka si të vjen tjetri paftuar në shtëpinë tënde. Po mund si jam në orar të punës. Po edhe unë në orar të punës jam, duhet i kishe marrë parasysh çdo gjë që ke bërë. S'ke që me mba mua e gra. Në një rast kur një baba kërkon të bëj pazar me vajzën minorene, ajo që ne mund dhe duhet të bëjmë është që të gjithë të material ta dorëzojmë në polici. Le të jenë organet ligjzbatuese ato që do të shprehen për këtë rast mashtrimi. Jo, nuk ka mundësi. Po jo, informacion do japësh ti në mos të unë të dikush tjetër, po patjetër. Në polici po, po do jenë institucionet të tjera që do shprehen. Delar. Shpjegoju këti, mos më shty, se s'po të prek me duar. Prek kam me dorë. Shpjegoju. Shpjegohu. Me ty flasun e tani. Dhe sa vetave të tjerë ja ke premtuar vajzën, Arbër? Ke lënë orarin e punës. Dhe sa vetave të tjerë ja ke premtuar vajzën? Po tash I ka rënazët, i ka marrë tesha. Unë na shpëtosh neve, po diku do mbash përgjegjësi.